Zbardhen detajet e reja nga ngjarja e ndodhur në Vlorë, ku një konflikt mes disa personave përfundoi me humbjen e jetës së 63 vjeçarit Ismail Aliaj dhe plagosjen e djalit të tij 24 vjeçar. Sipas burimeve nga policia, 3 persona janë identifikuar si të përfshirë në ngjarje dhe janë shpallur në kërkim, ndërsa vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre. Hetimet paraprake tregojnë se konflikti ka nisur disa ditë më parë në rrjetet sociale, konkretisht në Instagram, ku palët kanë pasur debate që më pas janë përshkallëzuar. Mosmarrveshja ka vijuar edhe jashtë hapësirës virtuale, duke çuar në një përballje të drejtë për drejtë mes tyre. Sipas të dhënave, viktima dhe djali i tij kishin shkuar në rrugën Gjergj Araniti me qëllim sqarimin e situatës me personin me cilin kishin konflikt. Në momentin e përballjes, autori i dyshuar ndodhej në automjet, i shoqëruar nga familjar. Fillimisht mes palëve ka pasur një debet verbal, i cili më pas është përshkallëzuar në fyerje dhe dhunë fizike, ku janë përfshirë edhe persona të tjerë. Gjatë përplasjes, 63 vjeçari ka marrë dëmtime të shumta, kryesisht në pjesën e fytyrës, të cilat në kombinim me problemet e tij shëndetësore kanë rezultuar fatale, ndërkohë djali i tij ka pasur lëndime të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes, ndërsa operacionet për kapjen e autorëve janë në zhvillim.